Dëshmitë e tre miqve të 20-vjeçarit portugez Luís Miguel Varela Mendes kanë hedhur poshtë versionin e Sokrat Vatës, i cili para gjykatës ka deklaruar se thikënia kishte marrë viktimës për me të mbrojtje. Adib Ganibi, Ibrahim Lejmojev dhe Tourpal Khitaev, të tre shtetas francez dhe pjesë e grupit të turistëve që ndodheshin në resortin Principot, kanë dhënë dëshmi për rrethanat e përplasjes që përfundoi në vdekjen e 20-vjeçarit portugez. Sipas dëshmive të administruara në gjykatën e Sarandës, sherrri është përshkallëzuar pas një përplasje mes së grupit të turistëve dhe personave të pranishëm në resort. Adib Ganimi ka deklaruar se fillimisht drejt grupit të turistëve ka shkuar shtetasi Daniel Gjana, i njohur edhe si David Heurteven, i cili dyshohet si ka sharë ofenduar dhe goditur. Sipas tij, turistët janë kundërpërgjigjur dhe në këtë moment situata është përshkallëzuar. Në dëshminë e tij, Ganimi ka përshkruar edhe një person me flokë të gjata të veshur me të bardha, i cili është afruar drejt grupit me një thikë në dorë. Sipas dëshmisë, ky person dyshohet se ishte Sokrat Vata. Pamjet e kamerave të sigurisë së resortit janë një tjetër element i përfshirë në hetim për të përcaktuar dinamikën e konfliktit. Sipas dëshmive të turistit, Vata dyshohet se fillimisht ka goditur me thikë në këmbë Tourpal Khitaev. Në këtë moment, 20-vjeçari portugez Luís Miguel Varela Mendes dyshohet se ka ndërhyrë për të mbrojtur shokun e tij. Sipas dëshmive të dhëna në gjykatë, Vata ka goditur disa herë me thikë të riun portugez, duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën. Raportohet se viktima është goditur 9 herë me thikë. Ibrahim Lejmojev ka deklaruar para gjykatës se e ka parë momentin kur Luís Miguel Varela Mendes u godit me thikë. Ai ka treguar gjithashtu se i ka dhënë ndihmën e parë shokut të tij duke vendosur një bluzë mbi plagë në përpjekje për të ndaluar gjakderdhjen. Përplasja më pas është ndruar në një sharr masiv, ku dyshohet se janë përfshirë të paktën 15 persona, mes tyre edhe punonjës të sigurisë së resortit. Ndërkohë, pronari i resortit, Bekim Bulica, është shpallur në kërkim nga autoritetet. Dëshmitë e turistëve edhe pamjet e kamerave të sigurisë po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar përgjegjësinë e secilit prej personave të përfshirë në konflikt dhe dinamikën e plotë të ngjarjes që përfundoi me vdekjen e 20-vjeçarit portugez.